Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest e popullit shqiptar. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri qëllimtare. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe çlirim. Ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga vërteta. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi. Jemi këtu për me mbrojtë luftën e shenjtë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, për me mbrojtë gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojtë nderin e qëllimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri qëllimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmorëve të kombit, e kanë dëshmuar bota mbar po në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shenjtë, të pastër për liri, por ne nuk do ta pranojmë këtë, nuk do ta lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar, që mbahen padrejtisht në burgun e Hagës. Ata nuk janë kriminal, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyllë sytë përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizat kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përcjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë.